Dalja u konë të merë, udhëtimi 5 ditë ka zgjatë. Edhe bukët janë të shtëpisë. Gjithmonë thojnë, hajde vigin sum Albana. Nuk thojnë mo, po shkojmë të Italioni. Dhe na pyesin për historinë e Azem Galicës dhe Shote Galicës. Me 2 kesë najlonit jo morë këtë edhe 100 morë ka. Që kanë fillu e trazirat në Kosovë, kështu që fillun edhe me më kërku mu edhe shoqja, se këte dy të kemë qenë marrëdhënie pune. Unë e pjesë e minierës Trepçës, kështu që Serbi ma shumë u fokusun që ata njerëz të rrethines ose edhe pjesën e Trepçës. Kështu që ju kam qenë, mos tham për ma të hershme, i ndjekun, jem detyrue me i marrë fëmijën edhe me dalë. Dalja u konë mos të merë, vështërësit më dha, udhëtimi dikun 5 ditë ka zgjatë, në për pjesë të Romani, Hungari e kënena, kështu që me mund kemi më rri. Fillimi prap u konë i shtirë, gjuhë jo, kurgjë jo, punë jo, të më varën, po gradualisht u fillum me marrë veten. Fillum me punu, ma dikur, fëmija kur veç u rreten, na veç e shtum punën sa do pak. Të arrindet e tyne janë thjesht personale, po për krahje tonë. Deri tash veç, nashta është për mu përmen, dikun rreth 5 shtëpi kanë ba, 2 lokale tja, edhe tjetër në veç e kem hazër me startu. E kështu që mundohëm me metë mirë me të thonë. Kur i nalë këtu në përhajme, si kur gjithë shqiptarët, mas andej këna pas vetëm vajzën e madhe, 8 mush, kur i nalë këtu, jena vendosë, mas sa kohë, më kanë lindë edhe 4 fëmijë gjithë janë këtu të lindën. Mas parin fillim, jena konë në Hamburg, atje këna jetu një 10 vjetë, mas 10 vjetë, këna prej Hamburgu këtu, që 24 vjetë jetojna në Rajfelden. Gjithë këna pas pasion kuzhinën. Gjithë mund këna pas qef kuzhinë. Po ne kanë realizue. Këna pas edhe një lifa servis, kështu kanë thënë pizza në për shtëpia, ato 6 vjetë mas asaj, e kanë brej shpinë edhe e kanë punu këtë lokal komplet vetë. Bastë familjes, nonës, prej nonës këtaj, i këna marrë idejat vetë, taj kur i në ardhë këtu, këna thonë, e hejtë që kja ideja, hejtë si të bojme, edhe që ta me thmi, zakonisht me djemë gjithë e kom pas marveshjen, më burri edhe 2 djemë. Se qika që kam pas familjen e vetë, edhe bukt normal vetë, krejt i bojna janë të shpisë. Këto që e me e mira që gjithë shka është halal edhe të shpisë. Gjitha salatat, gjitha to i bojna vetë. Specat me mazë, po krejt burri i bën grillin. Unë e pregadis grillin, dhe me thonë që bopat, pleskavicat, edhe sugjukun normal. Na gjithë kena pos qef me qelë naj lokal ose naj biznes, si familje bashkë me ponu, edhe që atu ka lind ideja, kur jena konë edhe materi, dhe vloj na donë 2 vjetë. Edhe jena rritë mo si vlo, gjithë bashkë, kena punu bashkë, të në cenet bashkë, edhe biznisin kena doshë gjithë bashkë me bo. Vloj ka qetë tani me 18 vjetë, firmen e polë, pizzerin, delivery, të gjamia këtë në qytet tonë, e kena pos një kuzhinë të vogël, e që ato si familje kena një mu krejtë tanë, me prind, se one, se motrat, kush ka mujt, i ka një mu vlojt, po si familje kena mujt atë lokal. Edhe qatë kohë, ku e ka qe vloj, edhe one komplet që të në qendër një shpi, që ato ka lind ideja që edhe këtë në qytet, po kem qef me qenë një lokal, me terros, me karika, me tavolinat, mo si restoran, jo veç me delivery. Hales se kena ditë bashkë çfarë llojsh restorani do na ta qelum. Ta i kë vllau e ka pas u lind ideja e vllaut se kjo është pak ma patriot se unë. Jena të lidh edhe me Gjermaninë, po edhe me Kosovën, po pak ma shumë me Kosovën tonë
të dashëm. Mas shumë ti ka lind ideja në qatë pozitën kur vllau ka full me babën, edhe baba ka thonë, hej, po dojna me qelë në restoranin qytet, qa po ta mërmenja, mas jena të e maru, pe marujna qështu si e kena pos të gjamia. Vllau taj i lindi ideja, ka thonë, pse na për shamo generacioni 2, i 3, s'peja fillojna me qelë restoranin shqiptare, edhe me pru token tonë në hartën e botës, se tash si shqiptarë në njojnë, a më kuzhinën së në njojnë. Gjithmonë thojnë, hajde vigin sum Albana. Nuk thojnë mo, po shkojmë të Italiane, vigin sum Italiane ora krisën, me shku të Greko ose Italiane, po qa ja unë knoq mu për vete, mas shumëte, këtë shëshnia e punës ose njerës që i njojmë, që thojnë, ja, i kitë sum Albana, ja më po shkojtë të shqiptari. Ndo këtë vetja që kena arrit në ajsa. Na i njojnë Tulli Farema, Balkan Grill, albanische kyqe, gjithë shka, e ta i kujtu babës edhe vllaut së bashku me angjit emnin e Galicës. Galica është katuni i babës tem, edhe katuni jonë të kojt jemi. Ta i na u ka bashku edhe me logon, Azem Galica me Shote Galicën, edhe shpesh herë na vinë edhe Gjermant edhe na pyesin për historinë e Azem Galicës dhe Shote Galicës edhe ja u tregojna. Zakonisht i interesën Gjermanëve historia e Shotës ma shumë se ju do këtë interesant që një femën që ka luftu. Kena posë qef për fillimit mi kalzun njerëzit që jem shqiptar, jo veç me emën, po edhe me emblemen, me plisin, me Azemin edhe Shoten, që edhe njerëz, jo veç shqiptar, po edhe Gjermani, ose Kroati, ose Italiani me ditë që jem shqiptar. Edhe normal të shqiptarët me ditë për 2 kilometra largë, që ato është një plis, që ato është shqiptari. Që ato nga ka lind ideja që do të me bo emnin Galica. Restorant Galica është në qendër Rheinfeldenit. Rheinfeldeni është një qytet ka kufini i Zvicrës, ofër Bazelit. Rruga është Ceri nga Shtrasë 8. Këtë restorant jem biznes familjar, me prind edhe na 2 vllazër, po edhe kem punëtore krejt. Tu në restorantin ton Galica jena monu me bo edhe kuzhinën europiane, se çdo fillim është pak i zorshëm, u duft edhe kadardale me mësu njerëzve kuzhinën ton. Tash kuzhina jonë është e madhe, po se ka një Virginia, për që ata u duft edhe kuzhinën shqiptare me pru, po edhe kuzhinën e tyve, italiane, gjermane që i njojnë. Ushqimet i kena përpeqat, speca në mas, qebopat në mas, sugjukun në mas, për shamo i kena kepurdhat në furr, djathat në tavë, shumë do ushqime tradicionale tona. Po vinë në Gjerman, për shamo Zvicran kemi shumë, Gjerman kemi shumë, edhe vinë a pyesin për shamo a kini naj ushqim që për ne preferoni, e kë vllauta i meren ja u preferon ushqimet shqiptare, sepse pse me ja preferu ati për shamo shpagetën ose picën kur ato i nje. Tajna ma shumëti preferujna ushqimet tona, që mi provu. Ushqimi që i pëlqen mas shumë të Gjermanëve që kena pa na, u konë për shama pleskavica e mbushën, edhe që babat mas, shumë i kam pëlqy. Është krenari e madhe, po zbon me haru pikojt vim. Baba jem shpesh në thot, me 2 kesë najlonit jo marrë këtë, edhe 100 marka. Që ato kam qef, këtë ishe tonë që po thojmë pasuni, a me lokal, a me edhe shtëpia banesa, mu më knoqet zemra. Edhe i di që i knoqet zemra babës edhe nonës, edhe jenë krenar edhe me neve, po edhe na shumë me printet tonë, se pa printet tonë na s'kishu mujt asni hap me bo këtë. Kjo s'është vish pasunia jonë, po është pasunia e prindve, që e kam bo në vitin 91-92 atë vendimin, me dal jashtë në diaspor, me majtë familje edhe atje edhe këtu, edhe me ju siguru jetën tonë, edhe me siguru jetën e pasarës tonë, për shumë fëmijëve tonë. Ja kena nisë këtë objekt komplet pi temelit që thujmë pi ploqës. Kena pos ndimës për një shokët që na ka një mu balë, po ku kena mujtë me thonë 95% për këtë lokalit veti kena maru, me dretare, me keramika, me zitna komplet. Edhe kena pos qef njerëzve edhe Kosovë mi apru këto, jo veç ushqimet, po edhe në ambientin, përgollën që i kem jashtë, terasën i kem të Kosovës, që pe Kosovës me kamion, bile kur erë kamioni këto me tablat Kosovës nga ka knoq. Nga ka knoq shpirtin. Edhe që të gurët klarevës që i kemi në përzitna, edhe jashtë, po edhe mrena. Kur e kom qire restoranin e parë, po du me thonë ato liferung delivery që e kom pos,
Prindet e mi pak një kohë ma përpara pas treshin për shama në për kuzhinat e tymve që i kom posu në konkurencë taj. E mu më ka dhonë krenari kur nona jam për shama dhe baba jam s'kam posu ma nevoj me pastru për kërkon heq, po jon konë në lokal të vetin. Fej ma shumë se na shqiptarët e kemi po shliru ma shumë edhe e kina të këtë keqin po duhet me kom pak ma falimderus. Punoni, pa punë s'ka sen, edhe pa mu fiksu dikun. Kush menon që punon 7 orë, 8 orë në ditje edhe arrit në sen, shumë zari ka. Pa 10-12 orë me punu, a punë tonë, a punë dyten, shumë zara është të shka me hanë.